punëtorët u përjashtun nga puna, mësimdhënësit u përjashtun nga shkolla, të gjitha u mbyllën dhe ne faktikisht metëm në rrugë. Shumë ka qenë sfidë se nëse në fshat ka qenë një takim që kanë marrë pjesë 50 burra, unë jam konë aty. Dhe pa ma mërmendja që ndoshta ata burrat kanë mendu që kja gruja tash, qka për lypë kja në mesin tonë, apo kuptan? Jeta në Kosovë ka qenë e vështirë. Ju jeni të ri dhe mirë që nuk e keni përjetua. Aspekti ekonomik, aspekti social, aspekti politik, ne, edhe me rastin e pensionimit tem, thash, ne jemi gjenerat e sfidave, jemi gjenerat e protestave, e burgjeve, maltretimeve, me të hymë e tanka në Prishtinë, me studentave, rrahje, plagosje, vrasje, gjitha kanë qenë aty. Unë, si studente, ta me thonë, isha pjesëmarrëse pothuajse të gjitha demonstratave në Prishtinë, dhe e gjitha ajo ka qenë për Kosovën shtetë, për qëtë Kosovën që e kemi sot. Prandaj, ju lusë që ta çmoni sakrificën e gjeneratave para jush, në mënyrë që ta përcjellni që të gjeneratat që vinë pas nesh, se nëse nuk i shtet, nuk të vynë asgjë. Punëtorët u përjashtun nga puna, mësimdhënësit u përjashtun nga shkolla, të gjitha u mbyllën dhe ne faktikisht metëm në rrugë. Nexhmia në zërin që shpesh e tradhtonte duke ju dridhur dhe duke shprehur emocionet e brendshme, flet për kohën kur u angazhua për të drejta të barabarta mes grave dhe burrave, një çështje që në atë kohë kishte qenë tabu. Falenderoj edhe burrin edhe shfrytëzoj nga rasti sot t'ja uroj ditëlindjen e 72, që edhe ai ka qenë ai shtysi kryesor se gruaja duhet të jetë angazhuar, publikisht dhe politikisht. Kështu që unë me shoqet e mia, në fillim me pak shoqe, më vonë me shumë e ma shumë, andaj u banëm ushtri, jemi angazhu që për drejta të barabarta. Shumë ka qenë sfidë se nëse në fshat ka qenë një takim që kanë marrë pjesë 50 burra, unë jam konë aty. Dhe pa ma mërmendja që ndoshta ata burrat kanë mendu që kja gruja tash, qka për lypë kja në mesin tonë, apo kuptan? Se mentaliteti ka qenë asisoj që na burrat mujmi, na burrat duhet. Mirë po unë shtetin e shofë sikur familjen. Qysh duhet një çift i mirë, një burr dhe një grua krijojnë një familje të shëndosh, ashtu edhe për shtetin vynë gratë dhe burrat, me zhvillu, me majt, me bo shtetin funksional. Ka qenë sfiduese tash, mi pas fillimisht 4 fëmijë mas 7 vjetë, kom pas fëmijën e 5, Drenushën, dhe me pas gjitha ato angazhime, dhe me pas edhe punë, kom punu edhe si profesorish para luftës, e landëve ekonomike. Për herë të parë kom punu në vitin 79-80 në Kamenic, në gjimnazin Ismail Qemali. 9 maj atëherë qujtë, kom dhonë 5 landë ekonomike. Mandej kom punu në 82-ën në Koretin, kër u martova, kom dhonë një martu 81-ën, kohën e demonstratave, protestave, dhe prandaj familja s'ka dasht as muzikë, as kur gjose, na i morën shokët në përburgjë, edhe shokët mi, edhe shokët bashortit, generatat që e bartnin peshën e revolucionit atëhershëm shqiptar. Mandej fëmija, kom dhonë matematika aty, 84-ën kom punu në gjimnazin në një fshat këtu Hogosht, tash mi pas 3-4 fëmijë, e milion, s'di, edhe fëmijët kanë qenë dashta ma ndryshe, gjitha rrethanat kanë qenë ndryshe.